Nancy, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, mirë se ju gjeta, faleminderit shumë për studio. Ne në fakt kishim ftuar një person tjetër, që tregon se si kishte rënë pesh, po nuk erdhi dhe Është Nancy është. Jo, Nancy, është një njëjti person, domethënë dhe sa e bukur është. Shumë e bukur. Faleminderit. Kjo më pëlqeu. Shumë faleminderit. Mashallah është fjalë e vjetër pellazge, të cilët përdorim në emision. Mirë, e bukur është gjithsesi. Po. Po më thoje, Fabi. Po na thoshte dhe Nancy që ka arritur që brenda një viti e pak, një viti e gjysmë. Gjysmë, po, të mbas në total diku te 50 deri në 50. Domethënë, ju gjitha këto intervista e organizojmë për inatin tim, Jo, është një mesazh i fshehur. Që unë ndjem keq, domethënë kjo është e gjitha. Ne bile sot të kemi vendosur dhe ujin që të pish sa më shumë ujë. Se dita normalisht nëse do të humbësh shpesh. Sa litra ujë pi në ditë? Unë 2 deri në 3 litra. Aq pi do. Ditën duhet ta nisësh me ujë, të vakët, normal, as të vakët, as të Këtë se besoj, këtë teorinë që pi ujë të vakët, këtë se marr. Po, ka thënë kolegu dhe mua dhe funksionon. Jo të vakët. Funksionon kjo? Mos saktuj ambienti, po. Ujë të ndënjur. Ujë të ndënjur, kolegu. Nuk je keq me peshën, pse të bullizojnë kolegët? Je shumë Jo, mirë. në ambientet e medias ka gjithmonë bullizim. Duam perfeksion. Prandaj Fevziu ka marr rrugët, se nuk e duron dot më këtë ambient. Me thënë drejtën, asus janë perfekte, sepse kam pak strija të barë. Ti si perfekte? Jo, askush nuk është perfekte. Vetëm rrjetet sociale në nxjerrin një çik më shumë perfeksion në Unë të shoh tani, të shoh pa filtra. Faleminderit. Dhe mirë ke bo, mirë, jashtëzakonisht. Po çfarë bëri Vaki? Pse mora ai shumë pesh një? Në rrugtimi im. Unë nuk është se kam një metabolizëm shumë të mirë. Si puna Si disa njerëz, për shembull se Ja shifa të përballë, duket që nga fytyra. Po, si bashorti. Diçka ngrënë ai në orën 11 e çerek. Edhe bashorti im nis ditën me brioche në mëngjes, me cappuccino, me sheqer. Unë këto i pi mbas mëngjesit dhe i ham. Ja, do të nuk ka nevojë fare. Edhe krenohen, dhe janë krenar. Ja, po ta shikosh. Foto me robe banjo, unë mendoja që nuk do e postoja kurrë. Kur në kurës, aty të me robe banjo, kam qenë 115 kg, nuk e dhja do e nxjerrim prapë. Po, të kenë mundësi. Ja, këtu kam, të kjo foto, unë kam hequr 10 kg. Këtu, e mbajnë këtu? Këtu, Tu ke qenë 115 kg. Po ta shikosh, yll bote janë dhe aty, sepse kam mrekullin në krah. Jo vetëm mrekullin, po pse mund duhet... Mund pëlqen deti shumë. Po. Ja, e shikon? Shiko. Tani mos ta bëjmë dhe pak bullizuse, sepse shumë vajza e përjetojnë këtë pjesë të shëndetit. Po, është diçka... Po modelet janë... Skini asë mua nuk më pëlqenë, por është diçka e rëndësishme është të jesh e shëndetshme. Dhe çdo mjek, kudo që të shkosh në momenti që të shikon që ti ke shumë kile mbi pesh, të thotë para duhet bësh regjim, duke filluar nga mami im që para 4 muaj, 6 muaj është vizituar, se kishte probleme me stomakun. Ajo më merë në qafë. E imagjino dot në shtëpinë e mami tim që sakrifice kam pasur unë, sepse unë gjatë gjithë kohës kam bajtë regjim. Dhe mami gatuan të poshtë kuzhina, unë shkoja në dhomë, lexoja në libër. E di çfarë dore ka? Dhe gatuan shumë, gatuan shumë. Po, në fakt edhe pasi linde djalin, që të vinte gjiri, të thoshte ha këtë, ha të, mami dhe mamat dhe të gjithë vjerat. Gatuan shumë si sasi, cilësi të gjitha. Se gatuan shumë, është e vërtet që do gatuaj për protestën, do më në kuptimi... I qonte dhe të protesta, dhe të protesta i dërgonte, i ka tasa do me thënë gjithë do lapet e... Prandaj, po t'i vëshëre kolegë, prandaj ata të PD-s janë du protestë. Se një vajnë për... E qartë. Jo, gatuan shumë dhe gatuan shumë mirë, me të vërtet e ka pasion. Unë gatuaj, po nuk është se e kam pasion. Kjo gosa me kontrola e ti? Po, në verë. Na hutove tash, nuk di, s'po dim kush je. Jo, mua më pëlqen dhe më mira ajo modelja që ishte pak... Të dyja versionet në ishte bi pesh. Kështu që po kolegu... E gjej veten të ky lloj modelizmi, më tepër. Tani, ju faleminderit shumë se vinë festat e fund vitit dhe mund të arrim pak në atë peshë. Pëlqeu kravata, apo jo, besoj. Po, e kisha, dhe më thënë, duhet vullnet. Vullnet. Unë kam shumë vajza që po i ndihmoj në Instagram,
jam gjatë gjithë kohës bashkëbisedim me ta, i them eksperiencën time se mos gjykohem, sepse shumica më thonë që pse flet me kaq superlativa për diçka, thash, kjo është eksperjenca ime, si jam dobësuar unë. Ti ke përdor suplemente apo vetëm ushqime dhe Jo, për vetëm suplement nëse i thua magnezit në darkë. Jo. Domethënë kaq, suplementet të tjera jo. Magnez duhet sepse nëse bën aktivitet fizik. Normalisht, thënë suplement vetëm magnezin edhe pak për qetësi, nuk është se kam përdor asnjë lloj produkti tjetër. Asnjë lloj produkti tjetër. E kam nisur, do të thënë të jap një balancë ushqimor, disa elemente ushqimor, konsumoja të gjitha gjellrat. As nuk diskutoj që gjella ime në duke bërë aktivitet. Por bukë fare? Jo, bukën e hoqa të gjitha ëmbëlsirat, sepse unë kam një gjë që unë i adhuroj ëmbëlsirat. Që ke tipi jem komplet, Më kur futeshen pasiceri dhe ti masakër. Nuk e di, do me thënë, unë kur shoh në një fort bukës e pasiceri vejtë. Edhe unë re. Që kemi sojnë nësa. Kam një organizëm që ashtu si që i marë shpet, do me thënë, unë ashtu i heq shpejt. Shumë më kanë gjykuar, do me thënë një duke gënjur, një duke mashtruar. Unë para 2 ditësh kam hap TikTok, nuk kisha TikTok, e vetëmja, sepse gjithë më thoshin ke TikTok dhe unë djeva pa kesh, tash unë s'kam TikTok, të gjithë kanë TikTok. Hapa TikTok-un dhe bëra një histori time si kisha humbur pesh, dhe shumica më tha, jo po je mashtruce, jo po nuk ka mundësi, si mund të ishësh ti kaq kile për kaq muaj, nuk ndodh. Dhe kisha vajzat të tjera që lexoja dhe i lumt për vullnetin që kanë, që kishin humbur për 6 muaj dhe më shumë kile se unë. Ajo që do i humbë, sepse shumica na ndihmon, unë të jap eksperiencën time. Është si dietologja ose si nutricistja, mund të thot elementet, mund të jap të gjitha mënyrat se ti mund të dobësohesh. Ama nuk mundet ajo të japi trupin e vet ose unë që ti të dobësohesh. Duhet besosh ti te vetja jote. Dhe unë kur isha shtatzane, kisha dhe një profesion që kisha të bëja me femra. Dhe shikoja dhe më vinte shumë keq që femrat unë kam qenë dhe make-up artist, avokate, kam baruar për të plotësuar pak dëshirën e mamit. Si gjithë fëmijët e asaj periode. Se o i bën të lojër ajo, s'ka. Do mbaronin të 2 fëmijët avokatë. Që të 2 avokatë jo? Po, dhe vlla im ka marrë për avokati. Dhe gjykimi më i madh ishte nga femrat. Me shkujt asnjëherë nuk të gjykonin. Dhe mua më vinin femra në sallon, dhe më thonin që, sa që kesh noshti, që unë kisha probleme, realisht në shtatzani. Besoj se vinin meshkujt në salon apo Jo, po mirë, gjithsesi në rrugë edhe mund ta hedhi dikush një fjalë të keqe. Po, e hedhi, nuk është se e kam problem, por gjykuse shumë janë femrat. Sidomos unë isha dhe shtatzan, dhe më thonë, gjëja më minimale që ti... Sa more ti gjatë shtatzanis? Unë e nisa, nuk e di, kam një foto me kostum të bardh, ja ta mire, dishti këtu, e disa muaj që jam unë këtu? Sa? 3-4? Këtu jam 6, dhe shisha barku kam pas. Dhe më thonë, ka qenë shumë, edhe pantalonat kanë qenë të vlajtim, sepse nuk isha pantalona. Por nuk është se e vrava mëndje, sepse shtatzanin... Nishane ke këtë këtu? Pa, e kam tatuazh nga mami, atë i them se gjithë, është tatuazh është shenjë shumë e bukur. Djalin e kisha shtatzanin e kam pas me probleme, në fakt me regjim shtrati gjatë gjithë kohës, dhe nuk është se e kam vrarë shumë mëndjen për kilet. Prap, dhe po të kem një shtatzani të dytë, po të marrë kile, në që se duhet... Sa është qoni tani? 5 vjeç. Mos më thuaj dhe ti kur do nisësh tjetrin. Jo. Ta themi pas kamrave. Është rritur. Pse më qaja mund... Jo. Po gjithi ke ha nisë tjetrin se hika. Policë trafiku të dhoma ju e gjumit, bërë që donim. Unë këtë takoj, ha nisë tjetrin se ti kën mosha. Ti kën mosha, nisë tjetrin. Cile ikën? Mosha. Po sa jeti ti? 35. Zdukesh? Faleminderit. Nuk dukesh. S'mund të mund që të kohët kam të... Shton edhe 5 vjetë quni, 30 plus 5, apo 35? Jo, 35. Kompliment. Shumë kompliment. Edhe a i vazhdon ha i që ke për burë, a i vetëm se ka pak probleme me stomaku, dhe po... Po diku du të anëzjeri. Të jap që i ka thënë doktoresha do të bësh pak regjim, të jap më thotë, bravo, të qofë me të vërtet, dhe thëmë po më vlerëson. E kuptoj më në fund. Po, vullnetin që unë kam humbur aq kile. Të gjithë njerëzit e burrit
ty do të gjej një gjë e keqe. Do të zej syni keq që ha kështu edhe vjen ai tregon neve. Po ti unë nuk e hap asnjëherë si bisedë. Kur ti më thua çfarë hëngre, unë e tregoj. Syni keq ty do të kapi. Ti ku do e nxjerrësh dhe ti? Do ta nxjerrësh. Shikur kur përplasësh gishtin e vogël të këmbës tek komodina. Mos atë. Por, dikur i ke humbur kilet vetëm me regjim, pra nuk është se shkoje në palestër apo ushtroheshe. Atë një muajshin e parë, unë nisa litar. Në fakt litarin e kam bërë dhe para shtatzanis, më ka pëlqyer shumë dhe bëja 1000 litar në ditë. Në shkollë të mesme, unë kam qënë, në fakt, mbi 18 kile, por kjo arriti nga disa ilaçe që unë përdora, medikamente që kishin kortizon, dhe shtova pesh. Të hormonale. Po, hormonale. Janë të moshës. Dhe atëre nuk e di ku e kisha dëgjuar, do të veshësh qese të zeza, plerashe, të gjithë mirë. Bëja 1000 litar dhe ja arrita rezultatin, në fakt. Dhe atë muaj, ato 3 muaj vere, u dobësova ato 18 kile dhe kur shkova që nisa vitin e rishkollor, të gjithu abitën, thanë, po ti ike për ndërhyrje apo për e pushime. Dhe bëja dark për dark, ju betojmë dark për dark, unë mami dhe vllai konsumonin darkën, unë i kja lartë në taracë o hidhja me litar. Dhe bëja 1000 litar dark për dark. Kë kishe poshtë taracës? Jo, ishim shpërfillate. Jo, se ndryshe... Do të çmonte. Po mi gjeta, ti edhe goce gjatë, nuk është se je... 1,71. 1,71, do të kesh një lloj peshe, nuk është se mund të jesh 1,71, 60 kg ose 50 kg, se do ishte të merë. Po, aktualisht jam 64 kg. Je në peshën tënde, do thosha 64 kg. Dhe ju të dini, unë para një muaj kam ikë tek dietologja, për regjim ushqimor, jo për të mbajt një dietë strikte, dhe më thonë falë pse erdhe ti këtu se i ke në norma, do më thonë një në super norma, si muskujt, si pjesën të normalisht e trupit do të ketë pak dhja. Kthehet fiksim kjo pastaj? Po jo, nuk është se kam fiksim, po dua ta mbaj. Që të fton mami për drek, për shumë, nuk shkon, se ke halë se më shumë. Ka fillu dhe mami regjim, është dobësuar dhe mami, ka humbje 20 kila. Këtë se besoj. Jo, më beso, ftoje? është dobësuar nga lufta që po i bën pushtetit. Kupton se është e vetë me trim në luftë. Jo, pa më rak, se ka vite që ja bë luftën në pushtetin, po tani është dobësuar vërtet. Ka humbur 20 kila dhe habitën të gjithë është bërë shumë mirë. Tani lëkura jote a ka pësuar në ndryshime, ashtu si që komentet kanë ardhur këto kote fundit, ndryshime dhe lumë komentesh? Se duhet fillojmë me këtë temë. Se ke rënë do me thënë në mënyrë drastike, ke rënë shumë pesh, në kaq pak kohë dhe lëkura do mund pësoj në ndryshime. Unë muajnë e parë kam bërë vetëm hapa, kam bërë 10.000 hapa deri 50.000 hapa. Kur nuk isha mundësi të dilja, se ka qenë dhe periudhë Covid-i, ka qenë pak periudhë dhe keqe, se kemi qenë dhe mbyllur, unë dilja aty në për shtëpi, rreth e për qark dhe bëja ato hapat e mia. Mbas si humba 10 kile, kisha mundësi për të nisur pak aktivitet, nisa, nuk po bëj reklam, nisa me një instruktore shqiptare, kishte program online, e kishte me një vlerja këtu, kam treguar në fakt se unë shof edhe ekranin, që unë kam stria, kam pak bark të varur, por nuk e kam problem. Jo, vjetë. Do vjetë, të samër. Të verë, se na duket kështu vjetë. Dhe ideja është nisa pak aktivitet fizik, normalisht u mundoja, e qoja deri në fund aktivitetin, nuk isha në më të mirën time, por gjithsesi unë nuk isha dorë nga ajo pjesë. Nuk thoja unë dhe le. Do ta bëj edhe kolegu, një të regjim. Nensi, a jeri rahat me veten, me gjitha këto që ka ndodhur me ty dhe ajo që ti shef në pasqyrë? Jam shumë rahat. Je rahat. Po. Kjo është më rëndësishme, koleg. Jam djemë shumë. Edhe ti do t'jesh rahat me veten, koleg. S'ka rëndësi se të varen këto. Unë jam shumë rahat me veten, më nuk janë rahat ata që flenë me mu, thonë gërhet. Mirë, gërhisin e si kur ishim i pesh. Po, vetëm kur kisha bargun në Shtatzanis, pastaj jo. Okej. Po nuk jam probleme këto. Nuk jam probleme, fare. Mendon se kjo lëkura mund të rindërtohet, si qka që njo? Po, mund të rindërtohet, por unë kam dhe një problem, që unë kam probleme me cervikalen, dhe nuk më lejo që të bëj shumë aktivitet të fort, sidomos me pesha,
ma ka ndaluar fizioterapistja dhe përsa kaq sa bëj unë, jam shumë okej, do me thëmë, po ta shikoni, ndoshta nuk kam vesh diçka që të duket, po duket. Cila nga të dyja je? Jo po ta pyet seriozisht. Ajo, Bjondja, është instruktorja, pa ajo është, ja, këtu jam në verë, do me thënë. Tu tani për qa po flasim ne? Këtu kam, në verë kam qenë pak më për këto gjëra që flasim ne, duhet të ankohet ai që është fut regjim ushqimor, jo ne të tjerët. Ti e bukur yll, kaq mjafton, apo jo? Këto foto kanë qenë në gusht, dhe jam 3 kile pak më dobët aty të ato fotot. E ishe qik me dobët se shduhet? Aty po, u dukta, ja. 3 i kam shtuar, jam mirë, nuk do a jesh më. Më mirë se kaj ku kena me shku. Por, lëkura e varur. Instruktoria online, the? Unë kam një gjë që mua më mërzitën shumë shpejt gjërat që bën, kalojnë 2 muaj, nuk më pëlqej. Dhe ty të vretë rutina. Po, dhe kam diçka që unë po të marrësh gjithë historinë time dhe rrugtimin tim, i kam provuar të gjithë instruktorët online shqiptar. Tani do filloj me të huajt, por tani kam fillu palestra, nuk është se do mundohem të bëj pa pesha, me peshën time trupore. Kuptonë, kolegë? Kuptoj, kolegë. Dhe pjesa e strijave, se gocat shumë, qëfar i ke bërë strija, ta ke strija, po, kam strija, vjetë nisa 2 seanca CO2-shi, nisa pak vonë, është, jo, CO2-shi është një lazer që bën djegjen e lëkurës. Ta mblet lëkurën tënde, dhëm pak, kolegë, por... Dhëm pak, të djeg pak shumë. Të djeg pak apo shumë? Të djeg shumë, kolegë. Të djeg shumë. Kolegë, unë kam dorën e letë. Po vajza bëjnë dhe ftyrën, man. Unë kam bërë 4 herë ftyrën, ma. 4 herë ftyrën me lazer CO2, ka mrekulli, është shumë i mirë. Digjesh shumë, po që... Digjesh, do të rish një javë. O, kolegë, ti është gotë se bukur, ka kosto, ka dhe sakrifica. Falemderit o zotin a bërë quna, do më thënë... Falemderit që jeni meshku, realisht, jeni shumë okej, jeni shumë okej. Jo, këto i shpikin vetë, ne nuk i shpikin vetë. E kuptoj kur dalin mustaqe, po jo, po deri këtu... Digje në mustaqe. Unë 2 seanca bëra dhe 30% e pjesës së strija më është larguar. Do filloj sërisht, po nuk tani për momentin nuk jam në mudin e dur të duroj djegjet. Imi njohë paso 200 bashkë, kolegë, mi që s'më ke parë më për para. Se ti ku e ke bërë so 200? E ka bërë në ftyrë. Kolegë, se ndoshta s'ta kam thënë asnjëherë, po Fabiola ka lindur Fabian. Po, se qiko pak, ju meshkujt në njerë jeni shumë okej. Do më thënë 80% se 20% jam bërë më kese në femra. Po, i dalojmë ca, me buzë bërë. Unë kam bërë një kolash të bukur videosh, Nensi, se vërtet të një kontent shumë të bukur, u vjen në ndim shumë vajzave, si të bëjnë make-up, në base vjen nga profesioni yt. Me të vërtet, do me thënë, ju njini mamin tim dhe besoj e kuptoni shumë mirë sa bën ajo për njerëzit. A mund ta themi se është bërë mami më është Adriana Kalaja. Sa thamë, jo vjen dhe babin tatë, nuk jo vetëm mamin. Ja, ku keni, ja. Se më thanë, pse nuk e posto mamin, pse nuk del. Ju që keni me pëdën, ha? Çuditshme. Unë, mamin nuk di kur ta kap që ta postoj. Se shpejt, sa të barojmë këto protestat e nëntore. Jo, besoj se nuk do jetaj që aktive. Po jeni shumë të lidhura bashkë, se me sa di unë mamit ka prezentuar dhe me bashortin. Më ka prezentuar, tani është bëri qik bum kjo lajmi, si që bëhen të gjithë. Thjesht mami e njinte dhe kur bisedonin darket në shtëpi si familjar të 3, unë vlaj dhe mami, thonte kam takuar një djalë nga Fushkruja dhe më bën shumë përshtypje. Se mami ka qenë mësuese të ekonomiku dhe normalisht të ekonomiku kemi pas dhe elektriku, shkollën afër dhe i njifte shumë mirë të gjitha llojet e tipeve të meshkujve. Dhe i bënte përshtypje që nga Fushkruja dhe ka
kaq i kulturuar. Dhe i thoja unë, aman, i thoja unë, qa ka bërë ai që të pas ka bërë ty kaq shumë për shtypje që është kaq i mirë. Dhe kemi rastis, jo se jemi njohur nga mami. Në një tavolin me mamin, ajo është afruar që ka... Por, ama, e kishte në mendje. Thjesht e kishte, do më thënë, dhe momentin që unë kam bërë zgjedhjen dhe më sakt, ja ka treguar bashorti për zgjedhjen e të dyve, ajo kam mbetur shumë e kënaqur dhe kam mbështetur më shumë atë zgjedhjen time. Bravo. Do të thënë se është bërë çik në rrjetet sociale, si mund të prezantoj mamit? Mos kanë çun tjetër nga fushkruja. Jo, nga... Goca e gje vetë gjithë kjo. Si që e gjeta unë, son vetë e gjeta, jo nga mami. Po. Mami thjesht e peshkoj me rrjet, edhe ti e gjete të rrjet. Jo, mami thjesht... Kur ti mbaje dietë, do më thënë, kur ti mbaje dietë, mami shqetësoj, besoj, po. Unë nuk mbaj dietë, Enkel, me thënë drejtën. Nuk mund ta quaj do të dietë, unë nuk jam të strikte që mëngjes do konsumosh drek këtë gjë, darkë këtë gjë. Jo, në momentin që heq brumrat e që mbëlsirat dietë quhet. Ato që janë mbëlsirat, sheqerin në kafe kam 15 vjet që nuk e pi. Gocave i them që niseni me sheqerin në kafe. Po në i gotë verë në fundjavë, nuk e konsumoj, jo. Sa mirë që e nuk konsumoj fare alkohol. Po dhe unë sigur kam rajqik. Dukesh, në ke bërë me rakë, zverë. Do mbajmë kontaktet bashkë dhe do bjesh, dhe i bësh disë direkt kolegut. Duhet të shëndosh që kolegut. Unë nuk lëviz, kështë problemi, asë nuk bje, asë nuk shëndosh. Bëshaka, jeni shumë mirë, rëndësishme është, tashjerë, nuk është perfeksioni, është të jesh i shëndechëm. Dhe se ke 5 kile, 6 kile dhe 10 kile mbi pesh nuk është problem, po të kesh më shumë është problem, realisht. Jo, më se së të leja i do. Nuk e leo në? Mua më ka lënë pesha e tepërt, më ka lënë një kërcitje të pjesa e gjurit, të ana e... Nuk është probleme e kërcitje, kam dhe unë. Po, e më thëmë, po, e mbajmë mëndë nuk është se kam pasës njerë. Qa është ajo? është ajri që kalon aty, është ajri që kalon në është si gishtat. Unë darkën... Jo, nuk kam probleme të tilla. Unë darkën e kam eliminuar për 6 muaj, fare, sepse kishim një vjetorin e djalit dhe doja të vishja një fustan që mua më kishe pëlqyer shumë. Edhe pastaj për një vjetorin e djalit shkut për darkë. Po, edhe aty piva pak verë, të bëj pak verë. Më themi jërën ka qkomë, jo për ditë me pi verë. Jo, nuk e konsumoj. Me thënë drejtën nuk është se më prishpun pjesa alkoolit, se nuk është se e kam s'kam në i dashurim alkoholin, më shumë më mbërsirat. I kam pak problem. Dhe me thënë, jam pak e fiksuar të kam mbërsirat. Dhe thash, 6 muajshin e para uqa fare darkën, haja ndi një frut në orën 6, dhe aty e mbyllja darkën dhe pija vetëm ujë, ose merja një qaj e zia, pija një qaj. Kurse mbas asaj periudës që unë oqa 38 kile, filloja konsumoja pak darkë, po mbushja një tas salate plot, i hidhja pak tonë, pa ama deri në orën 7, unë e kisha mbyll darkën, jo më vonë. Kam pasën këto luatjet e mija, këte periudhë 4 vjeqarë, merë pak kile, ish pak kile, se dimri as diskutohet, por e rëndësishme është që edhe pa abuzove të kthesh aty ku je, mos të shkosh më tutje. Sa herë peshojsh? Nuk du të them në ditë ose në javë, po sa shpesh të hipën në bimë peshore? Unë, mos tëm, sot ty pas e tash t'ju them sa jam, por nuk është se peshon, tërkoj ja. Bilis dhe në shtatë zani, nuk jam peshuar. Diqa torturë është kjo punë, apo jo. Të djerin që shkoj. Ka lejtë rruga. Të rruga Kavajës, kolegë, është një pasiqeri, që është gëgja modeste, dhe më thënë si pasiqeri e Bogdanve. A i kështë sjellë tortat e reja. Po pëse ti di që kush janë të vjetrat dhe të reja? Jo, për i kështë shafun me sy, dhe më i kështë frutën, sa i kështë sjellë, që ishte mgjes, dhe më i kështë sjellë të fresta. Edhe kalova nga pasqeria Bogdanve kështu dhe thash se shpëtova. 10 metra mandeja muri. Një të merë, dhe më dhe një të merë, qa heq njeriu. është sakrificë. Pas taj fura bukës. është një furë buke që e kanë këta muslimonët, dhe më thënë, ata bëjtë sa baklava mërë, nuk e i dendë. Dhe janë të treja, 100 metra kështu linearë gjithësi. Po mos i bjerë nga rruga Kavajës. Gati bima, kolegë, gati bima. Nuk e se kena çdo 10 linë metra, po, nuk është se... Po së është vetëm... Mirë, gjithsesi, ti tani do të bësh çik sakrificë. Po bërë sakrificën, mora makinën edhe pash vetën të varezat.
I vetëmi vënd, koleg, ku nuk ka pasiqeri. Koleg ka një kulturë që vendosën ëmbëlsira mbi... Jo, janë lullë. Thashtë për ta evituar. Mirë, shpresoj të kemi dhënë zemër sot e forcat të gjithë atyre që janë në luftë për të rrëzuar kilet, edhe me vullnesh. Tani luftë në thonjza, se ka shumë persona që kanë të vështirë. Rezikojmë të bëjmë efektin e kundërt. Nuk kam bajt në djetë Nancy e tha në mënyrë të shkëlqyer. Tha, unë tha, problemi i peshës është më tepër mjekësor se sa estetik. Dhe jo e kundërta, jo nga ana tjetër. Po, ma mirë e këti, po unë kjo kam filluar të palu djetën, nuk e morë më në telefon si ditin e rekës. Mirë bë. Po, jo, dhe me thënë tash, sepse është bëri qik kjo pjesa që, si që më thatë ju, mos u fikso, nuk është se jam e fiksuar, edhe unë nuk është se kam bajt në djetë ekstremisht strikta. Unë thjesht kam eliminuar disa gjëra që unë i kam marrë në element të tjerë, sepse shumë mirë ëmbëlsirën, unë e kam marrë të gjalpi kikirikut. Bukën, për shembull, kur dua ta konsumoj, Jo, koleg, sa t'jem gjallë, më kujto kohë me shokët e në verë, nuk e hanë botë. Po është diçka që me një bukë integrale, me pak gjallë, ja e zëvëncove me pak banane, i hedhë pak mjaltë, zëvëncohen, janë gjyra që zëvëncohen. Por e rëndësishme është të heqësh gjyrat që janë më të dëmshme, ti ke të skuqurat. Me thënë, ne e kemi zakon edhe ato vezët i skuqim me kaq vaj. Me thënë, gjithë buka aty nënë si për vezës. Unë vezët nuk i skuq me vaj, i skuq me gjallë. Po, ja, gjallëpi. Do të ftojnë një ditë emision edhe gjyre për këto eksperiencë. Falemderit, Nancy. Shumë falja nga shtëpia. Është falja mamit nga një fan edhe nga një mik në Facebook. Flas me Adrianën rregullisht. Arrova t'ju them që ju ka bërë të fala, se i tashë mbrëm që kështu dhe tha mi bëj shumë fala. Shumë suksese. Falenderit. Që do bëjmë tani? Kemi Tobiasin. Ka Tobiasin? Po. Edhe kjo është i dobët.